بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, dërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është e shpikura në fe. Nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, çdo risi që në humbje, çdo humbje që në zjarr të xhenamit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Fillimisht pas këtij falëndrimit të Allahut Azza wa Jall dhe kësaj hyrje, kësha shfrytëzuar rastin me përshëndet të gjithëve me selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot kena pak ndjenjet përzira, sa i është e vërtet që ka xhamate s'kam qenë këtë xhamin e juve, po se dhe kemë atë ditën kur jem të i përcjell haxhit, këtë rast edhe imamin e xhamisë të juve, e kështu që po gëzohem për ta që po shkojmë, po jem pak të mërzitun që edhe na si jem mesin e tyre. Allah i uletsoft, rruga mbarit qoft tyne, Allahu ja pranoft veprat e mira, gjithë neve që kemë dëshirë Allah në mundsoft sa më shpejt me shku. Realisht, pasi që me perëndimin e diellit të ditës së sotme, faktikisht kemi filluar në 10 ditëshin e Dhul-Hijjes, ka se në shariatin islam llogaria nuk fillon më bë prej orës kur bëhet 12:00 apo 24:00, po fillon me perëndimin e diellit. Perëndon dielli, kalon dita e kaluar edhe fillon dita e ardhme, kështu që prej sotit tashmë që e falim akşamin vetëm kemi hi, domethënë në muajin Dhul-Hijje, praktikisht kena hyje në 10 e parë të Dhul-Hijjes, që me lejen e Allahut Azza wa Jall do të flasim disa fjalë në lidhje me rëndësinë, mirë më tepër do të koncentrohem disa punë, domethënë që është mirë njeriu me praktiku, edhe jo disa punë, po më tepër disa adhurime që kryhen me gojë, që është mirë njeriu mi pas domethënë konsiderat, domethënë gjatë 10 ditëve apo përgjithsisht gjatë muajit Dhul-Hijje. Fillimisht me kuptue se Dhul-Hijja si muaj i tërë është i veçantë. Nga se Allahu Azza wa Jall ka treguar se inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Muajt janë 12 në llogaritë e Allahu Azza wa Jall në librin e tina
prej atëherë kur ka krijuar qiellin dhe tokën. Mirë po, prej këtyre 12 muajve, thot janë 4 të cilat janë të ndaluar. Dhalika ad-dinul qayyim, kështu është domethënë sipas fesë të vërtet, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mos ju bëni zullum vetet në këto 4 muaj. Që përmes këtij ajeti po tregon Allahu Azza wa Jall se prej se që ka krijuar qiellin dhe tokën, llogarinë e kohës e ka nda në 12 muaj. Edhe këtë është mirë me ditë se realisht vetëm ata që kanë bazë të librat edhe të pejgambert e dinë me llogarit kohën me 12 muaj. Ata që faktikisht nuk kanë bazë të pejgambert e Allahut Azza wa Jall, ata nuk kanë një llogari çfarë kemi na. Mirë po I ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall për këtyre 12 muajve 4 muaj. 3 prej tyre janë njëri pas tjetrit e njëri është I veçantë. Është Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja që hinëm sot në të, Muharremi, këta janë 3 njëri pas tjetrit, edhe është muaj Rajab, I cili është 2 muaj për Ramazanit, që është Rajabi, Shabani edhe Ramazani. Këta janë 4 muaj më të veçantë. Allahu Azza kur ka treguar që më të veçantë ka thonë fala tadhlimu fihinna anfusakum, mos I bëni vetet zullum në këta 4 muaj. Realisht nuk është për qëllim që mos më I bë zullum vetëm në këto 4 muaj, se njeriu nuk duhet më I bë zullum vetet me mëkate gjatë tërë vitit, gjatë 12 muajve, po sidomos për shkak të madhështisë të këtyre muajve, të ketë kujdes edhe mos të përlym veten me zullum. Kur fjalën për zullum, është fjala që mos të përlym fillimisht me shirk, se s'ka zullum më të madh se shirku. Inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është zullum apo zullumi më I madh. Mos të bëjmë zullum me mëkate të mëdha, mëkate shkatërruese. Mos të bëjmë zullum vetet duke u larguar dhe mos I praktikuar veprat e mira. Se shpesh njerëz dinë me mendue se vetëm nëse pin alkohol, ose bën immoralitet, ose I bën disa mëkate është të bën mëkat. A se dinë realisht se vetë fakti që s'aktivizohet me I krye obligimet, me bë vepra të mira, o të bën mëkat, dashur me mëkat si me bë disa mëkate që janë para mëkate. Realisht në një mos më fal, është më mëkat ndoshta se këto mëkate të tjera. Se çështja e mosfaljes ta konteston ai musliman apo nuk I musliman fare. Apo thjesht mos agjerimi është mëkat, mos dhënia zeqat është mëkat, mos shkurja haxhit në haxh kush për atë që ka mundësi është mëkat e kështu me radhë, e që Allahu Azza wa Jall kërkon prej neve që me pas kujdes dhe mos mi bë zullum vetet, domethënë gjatë tërë kohës, sidomos gjatë këtyre 4 muajve, nga se këto 4 muaj në rastin konkret Dhul-Hijja është më I veçantë nga se ka ardhur edhe ajete tjera që e kanë cekur sepse është më I veçantë. Ka ardhur ajet kuranor, ka thënë Allah Azza wa Jall wa yadhkuru smallaha fi ayamin ma'lumat. Kur ka folur Allah Azza wa Jall për haxhin, që Allah Azza wa Jall I ka urdhëruar Ibrahimin me thirr për haxh, masandaj ka thonë li yashhadu manafi'a lahum, me I prezentu dobi dhe begatit e tyre. E pas saj ka thonë wa yadhkuru smallaha fi ayamin ma'lumat, me përmend Allahun Azza wa Jall në ditë e njohura. E dietarët thonë ditë e njohura janë këto, domethënë dhe parat e Dhul-Hijjes. Ndërsa në jetë tjetër ka ardhur wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, përmendeni Allahun Azza wa Jall në ditët e caktuara, e që dietarët thonë është për qëllim 3 net mas dhe bajramit që quhen Ayamut Tashriq, që I bie që në këto 2 ajete, picek Allahu Azza wa Jall edhe ditë e para bajramit, dhe I që në parë, që me përmend Allah në Azza wa Jall të ditë, mirë për me përmend edhe mas bajramit në ato ditë qëndrimit dhe më thonë të haxhive që e bojnë në Mina që quhen Ayamut Tashriq. Apo ka ardhur në jetë kuranor, kur ka folë Allahu Azza wa Jall për disa çështje që është betuar në to, ka thonë wal fajr wa layalin 10, pasha agimin edhe pasha 10 net.
e kanë komentuar Ibn Abbasi dhe shumica e mufesirinëve, komentatorëve të Kuranit, se është për qëllim domethënë 10 netëshi i parë i Dhul-Hijjes. Bile kanë shkuar aq larg sa që kanë thonë a janë më të vlefshme 10 ditë të Ramazanit, 10 ditë që i fundit të Ramazanit, a janë më të vlefshme 10 ditë e Dhul-Hijjes, domethënë 10 ditë e para, janë ndoshta si mendimi më i përafërt që i bashkon këto dy mendime është ajo që thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahmetullahi alayhi, se nëse flasim për ditë si ditë, këto ditë janë më të mira se edhe 10 ditë e Ramazanit, edhe nëse janë 10 fundit. Ndërsa nëse jemi të folë për net, 10 netësh i fundit të Ramazanit është më i mirë se këto. Që bie që me i falë 2 recate nafile gjatë këtyre 10 ditëve është më sevap se me i falë 2 recate gjatë ditës prej ditëve të Ramazanit. A për kuptoni? Me vlefshme. Mirë po, tash në pyetje gjithë dhe mja bo, a e kem njëjtin vullnet na mbi bo veprat e mira si në Ramazan si tash? Apo të tregojmë se çfarë vlere kanë këto 10 ditë, që janë më të vlefshme se ditë e Ramazanit. Mirë po prapë nuk e kemi atë kurajën edhe atë vullnetin me bo veprat mira ashtu siç bëjmë në Ramazan. A dini pse? Se në Ramazan përveç pse janë vlefshme, e kemi një ndihmë prej Allahut azza xhel se shejtanat janë prangosur. Atash edhe pse ja dim vlerën këtyre ditëve, edhe dim që janë më të vlefshme se ditësh e Ramazanit, ata kaflartët dhe më thonë jenë të lirum edhe na sfidojnë në atë sytin edhe në largojnë për i punëve të mira. E radiosht ka aro në për hadithet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me folë për këto 10 ditë, se ka thonë s'ka vepra më të dashura sa ato vepra që bëhen të 10 ditë. Ka thonë ja Rasulullah, as gjihadi në rrugën e Allahut azza wa jall, ka thonë as gjihadi përveç qofse një person shkon me luftua në rrugën e Allahut azza wa jall me veten e tij, me pasurinë e tij, edhe s'kthehet me asgjë. Thjesht flijohet me tërë pasurinë dhe me tërë jetën e tij dhe s'kthehet, që ky ja shkon vepra të mira këto ditë. Përndryshe nuk ka vepër të mirë apo më të mirë se këto vepra që bëhen në këto 10 ditë. Në këto 10 ditë është edhe dita e Arafatit, dita për i ditëve më të mira të vitit, për cilën Allahu azza wa jall zbret në qiellin e tokës, në qiellin e kësaj dunjas, edhe i burrët para mbelaqeve, për ata njerëz të cilët kanë ardhur dhe më thonë në Arafat, duke thonë se çka kërkojnë këta rob të mi, se të ardhur të plotësur këto. E pastaj ka ardhur dita e Bajramit, që ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se s'ka ditë më të mirë të vitit se dita e Bajramit. Pra ka pejgamberë që kanë thonë se cila është më e vlefshme, a dita e Arafatit, a dita e Bajramit, mirë po si do që tjetë edhe dita e Arafatit edhe dita e Bajramit, dyja jenë në 40-shin e parë të Dhul-Hijjes. Këto besoj që ndoshta e keni dëgjuar edhe në hutbe, vetëm se përsëritje me treguese çfarë vlere do më thonë njeriu, po pret këto ditë dhe çfarë vlere kanë këto ditë, kur Zoti ka dhënë ymër me i prit këto ditë. Ndërsa tema jonë realisht është me folë për veprat që kryen këtë ditë. Se veprat janë shumë të mira. Çdo vepër e mirë është e mirë. Mirë po thojnë dietarët është një rregull, çdo vepër e cila i përket kohës apo vendit që është më e mira. Ka mundësi një vepër me kon shumë e mirë, po se ka kohën dhe vendin. Çdo vepër që kryhet për kohën dhe vendin që është ardhur në ajete kuranore dhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ajo është vepra më e mirë. A keni pas shpesh po na thonë tash është koha e haxhit. E na i shtim në rrugën, domethënë po sikur ti kishin marrë të porët e haxhit me marrë shkolla, me marrë spitale, kështu me radhë. Edhe ato janë të mira. Ndoshta kur ka shumë nevojë për to, ja të kalojnë shumë vepra të mira. Mirë po në qitë kohë,
S'ka vepër më të mirë se haxhi. Kur vjen puna e kurbanit, ndoshta ka mundësi njeriu edhe ka nevojë me ndihmue fuqarave ndryshëm. Mirë, po në qëtë kohë ma mirë se me prej kurban nuk ka, nga se secila kohë, secila vend i ka ibadetet e caktuara që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Pavarësisht se ka mundësi disa vepra me kanë parim më të mira, mirë, po më e mirë është ajo cila është e lidhur me kohën dhe vendin, siç kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sa i përket veprave si vepra, pa dyshim se haxhi është domethënë vepra më e mirë që ka mundësi njeriu me e bë, domethënë në këto ditë, nga se pi përgjigjet ftesës së Ibrahimit, pi përgjigjet atoj saj që Allah azza ka thonë walillahi ala nasi hijjul beyti man istata'a ilayhi sabila, është bërë obligim haxhi për me shku me vizitue Qabën ai cili ka mundësi, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin, ndërsa ai i cili mohon nuk beson Allahu azza wajalla është i pasur, nuk ka nevojë për askënd. Mirë po, me kryen e obligimit haxhit, realisht njeriu edhe plotson fenë e tij, nga se janë 5 kushtet e Islamit, edhe shahadeti, edhe namazi, edhe zakati, edhe agjerimi Ramazanit, edhe e fundit është haxhi, edhe me këtë njeriu realisht e plotson fenë e tij dhe thjesht shtyn veten listë për atyre që me kon për cilët ka pranuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa i cili men hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuh, ai i cili bën haxhin nuk fol fjalë dyta, nuk bën mëkate, domethënë del pe mëkateve se atë që ka lindur nëna, pra thjesht rilind për zdyti. Tash para mund se cilë për neve kena bo 40, 50, 60, se cilë e dim për vetës se qysh e kemi më kaluar këtë pjesë tjetës, me të metët, më ngësit, me kodët që e kemë, që i dim na se dhe kërkosh vetëm se Allah azhjel, e thjesht me të dhonë një mundësie dhe me thonë qëre abëdën, edhe i herë me u këthyje në hesapin 0-0, edhe thjesht me pos edhe një mundësi të ardë që më të shlim më katët, për atë ka ardhë hadith vërtet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, omre dhe i omre, është lysë më katën mes tyre, ndërsa haxhi pranuar nuk ka problem tjetër vetëm se xheneti. E pas haxhit vepër më të mirë se kurbani nuk ka. Nga sa Allahu ka thonë inna atainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Ne ta kemi dhënë ty kautherën apo shumë të mira, anshaj falënderimi, falu për Zotin tënd dhe për kurban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. وبذلك أمرت وأنا أول لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Thuaj namazim, kurbanim, jeta ime, vdekja ime, jem për Zotin i cili nuk ka shok, nuk ka ortak. Me atë jem i urdhëruar dhe unë jem i pari për muslimanëve. Në ardhën hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ka mundësi me prej kurban e nuk e pren, mos i afrohet xhamis, mos i afrohet vend faljes në ditën e kurbanit. Po thjesht është vepër e dashur te Allahu azza wa jall, edhe pse te Allahu azza wa jall nuk shkon as misha as gjako, mirë po shkon devotshmëria juaj dhe gatishmëria juaj që jemi në gjendje me sakrifiku për Allahun azza wa jall. E tema më e veçantë që do të flasim është jo për veprat, po ibadetet që kanë bëjnë me gjuhën. Cilat janë ibadetet më të mira të gjuhës që njeriu ka mundësie, domethënë me ju afru Allahut azza wa jall në këto ditë. Edhe pse e kemi zgjedhë këtë temë, është se është mirë njeriu me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me mësue sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ndonjëherë i dëgjojmë disa punë të mira, po i kemi si për mjegull, edhe fort as nuk ja dim kohën, as nuk e dim domethënë se bëhen, as kështu më radh. Është mirë me i përsërit këto gjëra që njeriu më qëllu dhe me godit sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe më bë për atyre që ka thonë Allah azza wajal se e kam krijuar vdekjen dhe jetën li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, më sprovu se cili është më vepër mirë. Kur kanë komentuar se lefe cili është më vepër mirë, ka thënë cili është më i sinqert dhe ai cili ka veprën sipas sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po thjesht
dash me kanë vepër mirë, me të pranu veprat e Allahut azza wa jall, duhet me pas dyjat, edhe me pas sinqert për Allahun azza wa jall, mirë po edhe me kanë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me për këtë është mirë domethënë këto dhikre, këto ibadete të gjuhës me audit se çish është suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në to. Çështja tjetër është që pse me zgjedh to është se ndonjëherë që e thash më herët, gjithat veprat e mira janë të mira, po ato që janë në kohën e vet janë më të mira se ato që se kanë kohën dhe vendin e vet. E ka herë është mi ditë, domethënë këto send se ka mundësi në shtatë ka herë e lodh veten, e bën koqa shumë ibadet, po se ka vendin e vet. Ndonjëherë e bën një ibadet pak më të shkurt, është më pak mund, mirë po ka shpërblim më të madh se ja ke qëllu vendit dhe kohës. Pra dallimin mes dietarit dhe dietarit të shtja, se dietari kur e bën një vepër e bën me dije duke e ditur se edhe ka kohën edhe ka vendin, edhe pratja te I kalon dietari atij I cili vetëm është adhurues dhe nuk ka njohuri. Edhe e treta është se çështja e adhurimeve të gjuhës dhe Zoti nderuar, nëse thjesht njeriu për me shkuën haxh do të më pas 1000 euro, nështë do të me pas edhe shëndetin, realisht këto gjuhës janë pak ma letë, nuk kena nevojë hiç me sakrifiku as mund, as pasuri. Njeriu në shtëpi, njeriu në xhami, njeriu në punë, e kështu me radhë, faktikisht ka mundësie që me I kry këto punë të mira të mund që kanë bëjnë me gjuhën dhe adhurime të gjuhës. E para atyre është në përgjithësi përmendja Allahut azza wa jall, nga se thash në dy ajete është përmend në mënyrë direkte me përmend Allahun azza wa jall. Një ajet është përmend fi ayamin ma'lumat, në ditë të njohura, e që është për qëllim në 10 ditë që I parë, e në ajetin tjetër ayaman ma'dudat, 10 ditë të caktuara që janë për qëllim 3 ditë mas Bajramit, që faktikisht kuptohet se njëra prej arsyeve apo një prej veprave më të mira që njeriu e bën në këto 10 apo 13 ditë është pikërisht që me përmend Allahun azza wa jall më shumë. Mirë po vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që për shembull për Bajramin dhe ditë 3 ditë mas Bajramit ka thonë ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Këto ditë e Bajramit e para dhe 3 mas janë me hangër, me pi, edhe me përmend Allahun azza wa jall. E ka një hadith, edhe pse ka fjalë në lidhje me të, se atë të cilën e preokupon përmendja ime nga kërkesa që ma bojnë mu, japi më tepër më mirë se atë që japi atyre që lypin. Domthonë ai I cili preokupohet më përmend mu, edhe kjo që të më bëjë dhikr, të më përmend mu, e harron edhe kërkesën e vet, nevojën me e lyp. Thotë Allahu azza wa jall, kum jep atë që mas mirë t'ja japi atyre që kërkojnë. Mirë po ky hadith, realisht, shumica dietarëve thonë se, nuk është I vërtet, edhe pse kuptimin e ka, të qartë, se realisht njeriu përmes adhurimit të Allahut azza wa jall, përmes madhërimit, përmes kujtimit të tina, e bën, ibadetin më të mirë të mundshëm. E thash kjo është në formë përgjithshme. Mirë po ka vepra të mira, të veçanta, që kanë ardhur në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për ajete që janë përmend që është mirë njeriu mi pas në konsiderat këto ditë, e prej tyre është al-baqiyatu as-salihat. Al-baqiyatu as-salihat janë fjalët subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Edhe këto I ka përmend Allahu azza wa jall edhe në ajete kuranore, mirë po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, wal baqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dhe këto al-baqiyatu as-salihat, këto fjalë të mira, janë më të mira se çdo shpërblim që mendoni, mirë po më të mira se çdo gjë tjetër që synoni. E në ajet, kjo është në suratul Kahf,
ndërsa në ajetin tjetër ka thonë wal baqiyatu as-salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Dhe këto al baqiyatu as-salihat janë ato që të arrijnë shpëlimin më të mirë po edhe janë gjërat më të mira që do të gjeni atë ditë kur të ktheheni te Allahu Azza wa Jall. Pra fjala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, nga se ka ardhur një hadith të veçantë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për 10 ditëshin që ka treguar që nuk ka vepra më të mira se këto ditë që bëhen veprat e mira, ka thonë fa'akthiru fiha min at-tahlili wat-takbiri wat-tasbih, pra thjesht shpeshtoni. Ka urdhëruar, do të thonë që bëjmë banë që to që me ra shahadat me thonë la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, kështu me radhë. Thjesht vepër tjetër të mirë që njeriu e bën. Dhe më thonë këto ditë është me shpeshtu çdo fjalë. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. A thjesht me të mësu dhe zëndëruar gjuha që fort kur të përmend e të mësën hiq pa u koncentru gjuha i artikulën edhe i qetë. Kur të i thua njëherë po e njëherë jo, e të i thonë dhe më thonë to u mundu me thonë realisht shtirë është dhe me i qitë buha këto. Po kur të i përmend shpesh duke auditur vlerën, duke ditur se pej veprave më të mira që i bën njeriu këto 10 ditë është pikërisht që to fjalë më i thonë, atër edhe në gjumë me të shuguha, i thu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. E që kjo po kërkohet, që thjesht njeriu me mësu guhën e vetë, me mësu gjuhën e vetë, me thyje gjuhën që dhe më thonë me i thonë këto shpesh edhe pa vërtërsi, mirë po bënë të bijnë këto, si Kur'anin. Kur del me lexu që to imami, qofse se ka përsërit me 10 herë, qatë sure, qatë pjesë Kur'an që e lexon, bën në bindën që nuk me mujt me thonë që është duhet kur del qëto. Po thjesht e ka mësu, e ka përsërit e të rëdhë me thonë. Edhe këtë të dhekre është me njeriu që thjesht me mësu guën, me mësu gjuhën e njeriu, me pas gjuhën e lagur gjithmonë me këto fjalë, jo vetëm në Ramazan, jo vetëm në 10 ditëshin e Dhul-Hijhes, po gjatë tërë vitet e sidomos domethënë në këto domethënë 10 ditë. Çështja tjetër që është e mirë me thonë në formë më të veçantë është tekbiri, fjala Allahu Akbar, e që ajo është në 2 forma, është dhe i përgjithshme edhe i veçantë i përcaktuari. I përgjithshme është ai i cili nuk është i lidhur as me kohë, as me vend. Nuk është me thonë xhami, nuk është me thonë shtëpi, nuk është me thonë rrugës, nuk është me thonë treg, nuk është me thonë punë, e kështu me radhë. Aja fillon prej tashit, me perëndimin e diellit dhe me i Dhul-Hijhe, edhe përfundon disa thonë në fundin e ditës së 4 të Bajramit, e disa thonë derisa të kryhet domethënë hutbja e ditës së Bajramit, edhe pse mendimi i parë ndoshta është më i saktë. Për këtë nuk ka ndonjë hadith veçantë. Mirë po, ka argumente nga sahabët. Fjalët edhe veprat e sahabëve, një e ma tepër, përderisa transmetohen dhe nuk dihet që dikush i ka kundërshtu, për neve janë veprat të pëlqyera dhe kalojnë në sunet veprat e dashur të Allahu Azza wa Jall. Për atë është transmetuar në Buhariun, në Sahihun e Buhariut, edhe prej Ibn Omerit, edhe prej Ebu Hurajrës, se kanë dalë, domethënë, në treg me bë tekbir, edhe kanë rritë zërin që më janë kujtuar, domethënë edhe tjerëve që me bë tekbir. Kjo thjesht edhe natën, edhe ditën që thash, edhe në xhami, edhe në rrugë, edhe në shtëpi, edhe kështu në radhë, mirë po sidomos në ditën e Bajramit, natën e Bajramit, është edhe më e pëlqyeshme me i shpeshtu edhe më tepër, nga se ka ardhur ajet kuranor kur fol për Bajramin dhe përfundimin e këtyre obligimeve dhe ibadeteve, ka thënë yukabbirullaha lamma hadahum wa la'allahum yashkurun, që të madhrojnë Allahun azza për atë që i ka udhëzuar, ndoshta bëhen falënderues
që thjesht kur e kryen njeriu një vepër të mirë, qoftë Ramazanin, e del në Bajram, qoftë Haxhin, edhe del në Bajram, njeriu më i shpeshtua edhe më tepër këto tekbire tekbiret shtohen edhe në namazin e Bajramit, se ka tekbire shtesë. Tekbire është mirë njeriu imami edhe në hutbë thojnë dietarët, edhe pse nuk ka ndonjë argument qartë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me shpeshtue tekbiret në hutbën e tina e kështu me radhë, mirë po sa më tepër me bë tekbir edhe me madhru Allahun azza xal, duke thënë Allahu akbar, subhanallahu, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, e kështu me radhë. E mësëndej është ajo pjesa e dytë e tekbireve, që janë tekbiret e veçanta, që janë të lidhura me namazën, e ato fillojnë pra të cilë nuk është haxhi, prej sabahut të ditës së Arafatit, të natës së Bajramit, dhe përfundojnë me namazin e Kindis të ditës së 4 të Bajramit. Kjo është pra të cilë nuk është haxh për neve që s'kem mundësi si vetë me shku në haxh. Ndërsa ata që kanë mundësie dhe janë haxh, tekbiret për ta fillojnë tekbiri veçantë me dreken e ditës Bajramit. Se ata deri në sabah e deri sa shkojnë të gurt bojnë telbije. Kur shkojnë të gurt, i ndërprejnë telbijen edhe bojnë Allahu Akbar dhe i gjujnë gurt. Mirë po, me drek ditën e Bajramit, ata fillojnë me bo tekbir edhe përfundojnë me neve në ditën e 4 të Bajramit. Realisht, vëllezër të nderuar, se a ka hadith, është një hadith i Xhabirit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë namazin, edhe u kthy ka xhamati, edhe ka thënë rënë në vend juaj, të vend juajin, edhe ka filluar me bë tekbir. Mirë po ky hadith se hadith, dhe më thonë ka fjalë se është vërtet, është hadith sahih, apo jo, ka shumë për dietarëve që thjesht thonë ky hadith nuk është i vërtet. Mirë po ai që dihet për shumë sahabëve, për shumë selefët, që realisht e kanë praktikuar këtë tekbirin e veçantë. Ashtu siç e kanë praktikuar tekbirin e përgjithshëm, e kanë praktikuar edhe tekbirin e veçantë. Mirë po tekbiri i veçantë i ka disa rregulla. Tekbiri i veçantë është i lidhur me namazin farz. Qofse fal sunetin, nuk bën tekbir mas namazit. Po ka të bëjë vetëm me namaz që është farz. To tekbire lidhen me namaz farz, qofse falin në xhamat, qofse fal farzin në shtëpi, në punë, në rrugë dhe i veç vetën, nuk ka nevojë me bë tekbir, se kjo ka për qëllim mesudi bëhet, domethënë kur jemi me xhamat. Ka mundësi nështë namazi u falë në xhami me xhamat. E keni arë një grup tjetër, s'keni mujtë me mëri me xhamat dhe falni përzdyti me xhamat. Po, prapë mundi me bo se faktikisht një të falë namaz farz me xhamat. Mirë po, kusht është më falë namazi farz edhe më falë me xhamat, edhe kjo është praktik vetëm për burrat. Gratë, edhe në qoftë se falin farzin, edhe në qoftë se falin me xhamat, për vetë qoftë se me xhamat me burra. Jo në xhami, thjesht mundën me ngritë zonë përderisa nuk shkaktojnë, domethënë fitne edhe domethënë provokimet e burrat, s'prish punë mesin e tyre, për ndryshe falen vetë, apo falen domethënë me xhamat jashtë xhamisë, nuk kanë nevojë domethënë me barë tekbire. Aja se si thuhet tekbiri, kanë ardhur dy forma. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Dhe më dhënë është përmend dy herë Allahu Akbar. Mirë po ka ardhur edhe një formë tjetër, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Është përmend, dhe më thonë, 3 herë, e që thujnë djetarët përderisa realisht i nërë 2 variante prej sahabëve edhe prej selefit s'prish punë me përmend edhe këtë edhe atë. Mirë po, prapë se prapë, dhe më kur i këqyrë se sa kanalë ato në transmitimet ma shumë e cilat e më të forta, e shetë që faktikisht prej sahabëve ma shpesh ka ardhë, dhe më thonë, me thonë vetëm 2 herë, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Kur mi thonë, masë të jepë më selam, a me thonë 3 herë astagfirullah, Allahumma ente salam, wa minke salam, tebarak të ja dhe l'gjelali vë l'ikram, a me thonë që të dhikrin, e masënej me thonë tekbirin, apo si të jepë më selam, me fillu me tekbirin. Realisht, 2 mendime janë, disa thojnë me bo ashtot, disa me bo ashtot, thash pe hadithet pejgamberit, sëse mërë që hadithet Gjabirit, mirë po ka fjallë në rëthina se është vërdet apo jo, mirë po aje që kuptohet pe hadithet Gjabirit tërse, pejgamberit sëmë ka thonë selam e u këthy, ka gjemati ka thonë më rrinë në vend juvën e ka njësë po tekbir, e që i bije pejgamberit sëse praktikisht e ka pas zakon, nuk u këthy ka gjemati, e këta është mirë me kuptu kur është imam, se pejgamberin kur e ka falë namazin farz, kur nuk u kthy ka xhamati, pa thonë astaghfirullah, Allahumma ente selam, minke selam. Masi që ka kryer këtë dhikr, edhe ju ka dhënë pak kohë grave me dalë për xhamie, e masandej është kthye, domethënë me ftyrë ka xhamati që i bie se edhe në tekbir, nëse ky hadith është i vërtetë, i bie që faktikisht me thonë astaghfirullah, Allahumma ente selam, tash me kalu në tekbira. Kjo është një për argumente tjetër që ato dietarët se është më mirë me thonë këtë dhikr, është se njeriu kur thotë assalamu alaikum, jep selam. E duaja Allahumma ente selam, o Zot ti i cili ja paq, janë më të lidhura këto dyja se me ndërhyje me tekbir mes në dyja. Pra thonë është më mirë me vazhdu me astaghfirullah, Allahumma ente selam, e masandej domethënë me kaluar domethënë në tekbire. Edhe meselja e fundit për tekbire para se me kaluar në çështje tjetër është se kur përfundon kjo koha, i hap selam, ka thonë Allahumma ente selam, astaghfirullah, Allahumma ente selam, minke selam, a ka ndonjë kohë apo duhet patjetër çatyr me thonë. Thonë dietarët, po ka kohë dhe mas, nëse njeriu nuk e ka prish abdesin, apo nuk ka dalë prej xhamis, s'prish punë edhe pas disa sekondave me i thonë të tekbirë. Ama nëse ka prish abdesin, apo ka dalë prej xhamie, realisht nuk ka nevojë me bo këto tekbire kaza, se në parim sunetet nuk bohen kaza përveç në ato që ka ardhur argumente nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sa i përket domethënë tekbireve, dhikr tjetër që ka të bëjë me këto ditë është dhikri kur prejet kurbani. Që me thonë Bismillah, Allahu Akbar. Kjo është minimumi që thot njeriu. Ka ardhur lutje tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Bismillah, Wallahu Akbar, hadha anni wa amman lam yudhi min ummati. Kjo kurban është për mua, familjen time dhe kush s'ka prej kurban për umetin tim. Ka ardhur Bismillah, Allahu Akbar, kjo është për Muhammedin, familjen e Muhammedit dhe për umetin tim. Ka ardhur hadith Bismillah, Allahu Akbar, o Zot thotë kjo është prej teje dhe për ty prej. Ka ardhur domethënë hadith tjetër domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka shtuar wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al-mushrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Edhe këtë dua ka në hadithet vërteta që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, minimumi është me thonë Bismillah kur prejet kurbani. Se shumica e dietarëve thonë është vajib me thonë selam, me bëbo Bismillah. Ka edhe një mëdhëb, dhe më thonë Malikit edhe mdoket e transmetim nga Hanbelit, thonë e sunet. Po mendimin më i sakt, edhe i shumicës është që kur prejet kurbani, s'paku me thonë Bismillah nga se është vajib. Nga se kanë mbështetur në ajete kuranore, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayh, dhe mos hani prej asaj që nuk është përmendur Allahu azza wa jall. Ka një hadith vërtet pejgamberit se ajo që prihet dhe nxjerr gjakun dhe është përmendur Allahu azza wa jall gjatë saj, hani prej saj. Që i bjen automatikisht ajo që sprihet e se çet gjakun, e përmendet emri Allahu azza wa jall, mos hani prej saj. E këto janë argumente të forta që realisht çështja e bismillahit
është domethënë vajib kur prehet kurbani, ndërsa ato dua tjera me bë tekbir apo wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa, kështu me radhë spaku këto domethënë janë sunet njeriu me i thonë gjatë prerjes së kurbanit, mirë po dorën zemër, çështja e kurbanit, domethënë na kemi sqaruar, kemi ligjërat të veçantë vetëm për kurbanin, po është mirë njeriu me pas kujdes, domethënë fillimisht me parët që e blen, atë ditë që e pren, është mirë mos me autorizu shpesh për thëmë, mundësisht nëse keni mundësi, mos e autorizoni kërkën me prej kurban. Prejnë e vetë, që këtë simbolik me ngjall edhe me bart, edhe të familje edhe të pasardhës tonë, që me pa çka është me dhënë sadakatul fitri, çka është me prej kurbani, mos e autorizoni me këta kupone me bankë me pagu gjërat, edhe mos me pa kush as te as familja, domethënë nga të kurbani, nga se pejgamberi sallallahu edhe ka humbur për kurbanit vetë, po dhe ka domethënë ka shkep. Mas andaj gjëra tjera, domethënë që kanë bëjnë me kurbanin, mirë po tash nuk është koha me folë për të. Çështje tjetër që kanë cekur të dhikrat dhe lutjet apo ibadetet e adhurimet e gjuhës në këto 10 ditë është çështja e përmendjes së Allahut azza wa jall kur han njeriu dhe pen. E pse kanë argumentuar me këtë? Kanë thonë se kur ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Bajramin, ka thonë hiya ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Janë ditë të ushqimit, ditë pirjes dhe përmendjes së Allahut azza wa jall. Që në farë forme janë ditë gëzimi, njeriu faktikisht ka mundësi han edhe më tepër dhe thjesht e vështron pak më tepër luks për me festu këtë ditë, mirë po kësaj bashkangjetja përmendja në Allahut azza wa jall edhe për bashkangjetja falenderimin, nga se kështu ka në hadith e vërteta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall don për robët e tij kur të hanë ushqim me falendëru ata. Mirë po don për robët e tij kur e pin një lang me falendëru Allahun azza wa jall. Është mirë që njeriu edhe pse është fest, edhe pse është bajram, edhe pse hajnë, edhe pinë, edhe shkojnë mysafirë, në vinë mysafir, kur mos me harru po gjithmonë me pas gojën e lagur me falënderim të Allahut azza wa jall, duke filluar me hëngër me bismillah, e duke përfunduar domethënë me elhamdulillah për shkak të kësaj lidhjes, domethënë se ka çështja edhe para fundit është çështja e duas në formë veçantë, se filluam me dhikrin, që thash është përmendje, edhe për përfundojmë me çështjen e lutjes, se dhikri është me përmendje Allahun azza wa jall, e ndoshta edhe mos me përmend kur falet nevojat tona. Ndërsa lutja është ajo që në formë diskrete përmend, domethënë lutjen dhe kërkesën dhe nevojën tonë që e ki, e për atë ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu dua wal ibada. Lutja është ibadet. Se forma më e mirë që njeriu e demonstron nevojën e tij për Zotin është kur i qenë durt i për ullën, duke shpreh nevojën që ki për Zotin dhe duke i lyp Allahut azza wa jall. Kjo është kulminacioni që njeriu ka mundësie, domethënë me shpreh praktikisht, domethënë nevojën dhe adhurimin ndaj Allahut azza wa jall. Për të ka thonë, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dhe thuaj, thot Zoti juaj, më lutni mua, ju përgjigjem. Ata që janë mendje madh ndaj lutjes, domethënë nuk e shohin për shkak të mendje madhësisë tyre me lut Allahun azza wa jall, tregojë se do të hyjnë në xhenem të poshtruar dhe të përbuzur, e sidomos domethënë lutja e Arafatit, e ditës së Arafatit, qoftë për haxhit, po edhe për neve, nga se ka në hadith e vërtetë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thonë që lutja më e mirë është lutja e Arafatit. Lutja, duaja më e mirë është njeriu lutjen që e bën në Arafat, jo vetëm me madhru, por me lyp njeriu çka ka nevojë për Allahut azza wa jall. Ka nevojë dikush për fëmijë, ka nevojë dikush për shëndet, ka nevojë dikush për pasuri, ka nevojë mja të fillu problemet e veta, ka nevojë e gjithë kem nevojë me lyp Allahut azza wa jall me na i fal mëkatet, me na i mbulu mëkatet, me na dhon xhenetin, me pa Allahun azza wa jall. Realisht me bë këtë dua. E sidomos duan Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. E pse po them këtë? Se realisht Allahu azza kur ka folur për haxhin, kur ka folur domosdoshmë që njeriu ka lënë pe Arafatit në Mina,
E fars kësaj na thot fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum wa shadda dhikra. Edhe kur ti kryeni këto ritualet e haxhit, përmendni Allahun azza wa jalla ashtu siç i përmendni prindë juaj apo më tepër. E mas kësaj na ka thonë, e ka prej njerëzve që i thonë Zotit, o Zot, më jap të mira këtë dunjë, e në ahiret kur far hise nuk kanë. E ka prej njerëzve sinqert besimtarë thonë, o Zot, më jap të mira këtë dunjë, edhe të mira në dunjë, edhe na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Por realisht Allahu azza pikrish këtë dua pe lidh mas ajeteve të haxhit edhe mas kryerjes të ritualeve të haxhit me tregu se dua më të mirë se kjo dua nuk ka se realisht njeriu këtë çaj që i kujtohet e si kujtohet. Pe të mira kësaj dunjë të ahiretit i ka përmbledh kjo dua. Çdo të mirë kësaj dunjës, çdo të mirë të ahiretit, o Zot na jap të na ruaj prej zjarrit të xhenemit. Edhe kur e këshir sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë dy prej duave që më shpesh i ka përmend pejgamberi sa. Njëra është që kjo, edhe tjetra është Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, apo thabbit qalbi ala dinik, o te cilë rrotullon zemrat, ma përforcon zemrën time në fen tënde, edhe që kjo Allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Kjo janë për dy duave që më shumë të pejgamberi sa mi ka bë praktikisht në jetën e vet. Mirë për me veçanta që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Arafat, ka qenë pikërisht fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Se ka ardhur në hadith, doja më e mirë është doja e Arafatit, ndërsa fjalën më të mirë që kam thonë unë dhe pejgamberët para meje është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ka edhe dua tjera që i ka përmendur në për hadithe, disa dhe jenë për tyre të vërteta, disa ka fjallë rrëthyre që pejgamberi sa se mi ka shpeshtu. Mirë po, aje që përshkruhet, ata që kanë përshkruar, dhe më thënë haxhin e pejgamberi sa se me si të mazit në Arafatit, pej duave që mas shumë të ka përmendur, dhe pej dhekre ka qenë pikërisht fjalla la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo një kujtim edhe për mu, edhe për juve, se realisht Allahun azza wa jalla falenderojmë që na ka mundsuar me i prit këtë ditë, që të kërkojmë edhe ndihmë, të adhurojmë ashtu siç është i kënaqur me neve. Ne s'kemi mundësi ndoshta në shkon haxh, mirë po kemi mundësi, domethënë që gjuhën tonë me pas të lagur me përmendjen e Allahut azza wa jalla shumë, edhe pse nuk kemi mundësi me përmend dhe me falendëruar ashtu siç e meriton. Mirë po kërkojmë Allahut azza wa jalla na fal mangësinë dhe dobësinë tonë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.